Një shtetas u vu në pranga nga shërbimet e policisë kufitare me qëllim ekstradimin drejt Kosovës pasi rezultonte i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Shërbimet e policisë së kufirit dhe migracionit në pikën e kalimit kufitar të Muriçanit, si rezultati kontrolleve të shtuara dhe i shkëmbimit të informacionit me Interpol Tiranën, kapën në dalje të Republikës së Shqipërisë 31 vjeçarin nga Kosova banues në Pejë me inicialet FK. Ky shtetas ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar për veprën penale të mashtrimit parashikuar nga Kodi Penal i Kosovës. Interpol Tirana në bashkëpunim me autoritetet kosovare do të kryejnë procedurat e ekstradimit të tij. Ndërkohë në 24 orët e fundit, specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan një 36 vjeçar me inicialet FL banues në Shkodër pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu nisi procedimi në gjendje të lirë për një 20 vjeçar dhe një 41 vjeçar, si dhe për një 52 vjeçar banues në Bardhaj pasi u kapën duke drejtuar motomjetet pa leje drejtimi. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi për një 26 vjeçar me inicialet ASH banues në Shkodër pasi nuk i është bindur urdhrit punojësve të policisë për të ndaluar automjetin që drejtonte. Automjeti u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, ndërsa dosjet hetimore për këtë ngjarje i kanë kaluar prokurorisë së Shkodrës.